Porti i Durrësit është bërë objekt konfliktit diplomatik në vitin 1948. Një informacion i pasakt që kishte siguruar qeveria egjiptiane rrezikonte të shkaktonte një incident të rënd diplomatik midis Stalinit të Bashkimit Sovjetik dhe mbretit Faruk të Egjiptit. Vitet e fundit është publikuar në Rusi një dokument interesant i 5 gushtit 1948, ku ambasadori egjiptian në Moskë i ka kërkuar zëvendësministrit të punëve të jashtme të Bashkimit Sovjetik të konfirmonte një informacion shumë shqetësues të siguruar nga një palë të re. Në dokumentin sekret sovjetik përmendet që ambasadori Bindari Pasha tha se qeveria egjiptiane ka marrë nga një burim informacioni se 6 bombardues e tipit Shturmovik Ilyushin 2 dhe 2 skuadrili gjuhëtës bombarduesish kanë mbërritur në Durrës, Shqipëri. Këta avion pilotohen nga pilot hebrej dhe destinohen për qeverinë sioniste hebreje në Palestinë. Qeveria egjiptiane kishte ngarkuar të sqaronte nëse i përgjigjet realitetit ky informacion. Zëvendësministri sovjetik i punëve të jashtme Zorin i raporton Stalinit se u përgjigj se ishte mjaft i habitur nga njoftimi i ambasadorit dhe se nuk e kuptonte se çfarë lidhje kishte Moska me Durrësin, i cili ndodhet jashtë territorit të Bashkimit Sovjetik. Ambasadori arab kishte shtuar se sipas të dhënave që kishte marrë qeveria egjiptiane, dyshohet se këta aeroplan ishin sovjetik. Zyrtari i lartë sovjetik deklaronte se deklarata e qeverisë egjiptiane është e frymëzuar me sa duket nga jashtë, duke shprehur keqardhjen që qeveria egjiptiane u beson njoftimeve të tilla. Por Bindari u përgjigj se vërtet këto dhëna janë marrë nga një burim i huaj. Qeveria egjiptiane është habitur së tepër mbi nga ky mesazh dhe dëshironte ta sqaronte atë. Pasi Moska hodhi poshtë me vendosmëri këtë deklaratë të Egjiptit, ambasadori tha se do t'i raportonte mbretit Faruk, duke shprehur besimin në forcimin e lidhjeve e bashkëpunimit midis dy vendeve. Dokumenti origjinal që po sillim në ekranin Adrianet Televizion mban numër 24 në dosjen e konflikteve në lindjen e mesme. Në të ndodhet, sikurse është publikuar, regjistrimi i plotë i bisedës së zhvilluar midis zëvendësministrit të punëve të jashtme të Bashkimit Sovjetik Zorin me të dërguarin egjiptian në Bashkimin Sovjetik Bindari Pasha.